E jeni do shkojmë xhiro, ku do shkojmë xhiro? Jo neve, do shkoj Eva me Katerinën, edhe do shkojnë tek manastiri i Shën Naumit, shkuan në Ohra, e vizituan edhe pastaj shkuan dhe tek manastiri që është shumë bukur, kam shkuar edhe unë. Pasi e vizituan vendin atje, që ishte kaq i bukur, ulën të hanë edhe diçka, se i kishte marruria, kuptohet. Koha u bëri diell, siç mund të shikoni, ishte mirë, sado që bën ftohtë, por kishte diell, kjo ka rëndësi. Këtu ka edhe shumë dyqane në të cilën mund të bleni llokume, mund të bleni gjërat që doni që t'i merrni si suvenir me vete. Këtu po na tregon Eva edhe një çik bukurite këtij vendi kaq të bukur që dhe un kam shkuar më para kur kam qenë në Greqi, se nga Florina manastiri është vetëm gjysmore, do me thënë kufiri është vetëm gjysmore largë, që kështu i vizitojmë shpesh këto vende kaq të bukura, kësaj radhe shkuan me autobus, se bënen shpesh ekskursione, do me thënë që i organizojnë edhe dhe në grupe që të shikojnë këto vende të bukura, të vizitojnë manastirin, monastiret, që ka aty vendet e bukura, edhe të kalojnë një ditë e bukur dhe të kthehen pastaj në shtëpi, se siç u thash nuk është larg. Kështu ishte dita, kështu kaluan, juve i keni vizituar këto vende. Ciao ciao!